Kemi shumë mungesa te shkolla. Kemi mungesa kompjutersh, jemi në 2025, gati po e lëm, dhe s'kemi një kompjuter. Kemi 77 nxënës, kemi edhe 16 parashkollor me fjalë të kopshtit. S'keni një kompjuter s'ka? E kemi një kompjuter është për gjithë shkollën. Për gjithë shkollën një kompjuter? Kush do e përdorë i pari? Do e lëm mësuesit, nxënësit apo një fëmijë që mund të ketë prioritet. Kujde e dorëzojmë. Jemi me datën 4, mos gabojmë sot nëntor, dhe ne s'kemi as i lënë drusor akoma. Qa në drot që kanë ngelur, të vitit kaluar qa në motorsek. E kuptoj. Privatisht, edhe kjo, jo nga ana institucionit shtetëror, po privatisht. Ndërkohë që ne flasim, më mbeti mendja tek ajo puna e kompjuterit, se ne flasim për inteligjencë artificiale, flasim për ministre... Flitet për kokat, dhe jo për ne. Për ministre virtuale. Kuptohet. Tu nxënësit se shofin dot kompjuterin. Tani është ora gati 1:30, ikën nxënësit tani, nxënësit pastaj shkollën. S'ka pastruese. Mësuesi me nxënës, s'ka çfarë. S'ka pagesë. Nuk ka pagesë. Ore mi që keni shkollën se ke ka... Detyrojmë mësuesit bashkë me nxënësit dhe pastaj shkollën. Kuptoj. 2025 pastaj mësuesit, pastaj nxënësit. Nxënësit ka nga shumë nga fëmijët që dalin edhe pa mëngjes. Është rrezik marrë në një infrakt, në një shumë shqipër për ushqim. Po nga se vjen kjo, nga varfëria, nga se vjen kjo? Vjen, kuptohet edhe varfëria, po edhe këta duhet ta ketë bashkia. 3 herë kam qenë bashki për një diçka tjetër. Për të pas nuk marr përgjigje nga bashkia, s'plotësohet numri nxënësve. Tash jemi nga zonat me popullsinë më të mirë të nxënësve. A kuptoj. Dhe kemi mësuesi kemi të mirë. Është gjënat që kemi mësuesi kemi nga më të mirët. Son tash kontrolloj edhe shkollat e mesme si kanë. E kuptoj. Kanë edhe punë atje, por edhe këtu. Mësuesi kemi të shkëlqyeshëm. Paktën 80-90%. 80-90% i kemi shumë të mirë.